Përshëndetje me zëdashë. Shkojnë me vitin e radhës opozita, Llajçaku dhe kryeministri. Sepse 2023-ën, nëse se keni harruar, Albin Kurti e kundërshtoi ke fuqishëm Llajçakun. Kurse opozita e jone, nuk e kritikoj, ke edhe mbrojtjen përkundërzi. Kështu që tash ju shpreh ngushëllimet e mia se ka dhënë dorëheqje mo peshen edhe vetë se çfarë njëri ka qenë Llajçaku. Ju pesheni që tash mos i kanë ndodhur gjonat. Por kryeministri jon, falënderoj Zotit që na ka thue si kryeministër në Kosovë, po shesën më herët. To Zoti e bekoft. Për çka kam fjalën, shkojna miq me vizion. Kush ka mundësi ma bo subscribe në YouTube, ja dishëm për falënderjes. Shkojna miq. Shtator pati një pozicionim të qartë të ndërmjetësit kundër Kosovës në përgjithësi dhe kundër marrëveshjes bazike në veçanti. Kështu, ata kanë shkuar shumë larg me goditjen e tarmës Kosovës. Në situatën që jemi, vlerësoj që nuk mund të shtrembrohen në gjykimin tim me asnjë hedhje e hirit syve. Bravo. Ose do e zbatojnë marrëveshjen bazike në tërsinë, në plotninë e saj, ose nuk mund të zbatojnë vetëm ato që i do Serbia. Këtu kemi të bëjmë. Bravo. A për dëgjoni miq? Na e kena kuptu, por opozita se ka kuptu. Për këtë arsye, po ja shpjegoj opozitës, sepse ky Albin Kurti, që e pequni tradhtar, i pequni anti-Kosovë, ky ka pasur moti. Ky është një njeri që shef mas televizori. Jo deri në televizor, sikur jo. Në televizor e shohim edhe na, njerëz të thjeshtë që jemi. E ju po boni baras me neve. Kurse Albin Kurti, jo. E shën televizor, po e shën edhe mrapa televizori. Në tarmën çka vjen. E ju jo, unë vjen shumë keq me kësaj ardhe bëhem këto, po është realitet, sepse ju keni tregu vetë që çfarë keni kapacitet. Unë vjen shumë keq. Mirë po, kur nuk din, do shme ngu. A mani me kur thojnë fjallë popullore që thojnë plesë të na, nëse si e pit, kur thot dikush je e pit moj për murë së rëzohash. Ti di shumë që s'ke pi, po diçka ka. Se në dy që po thojnë. Kështu që shkojnë amiq. Me një emisar evropian, i cili e ka deformuar procesin, duke mos u përqendruar në zbatimin e plot, dhe të hollësishëm, dhe të menjëhershëm, dhe të pakurzuar të marrëveshjes bazike dhe të aneksit implementues, por duke lejuar që qerrja të vihet para kuajve, asociacioni i komunave njëherë, pastaj shoh. A përshen e opozit? E ma e menë që vërësot se 2023 para 3 vete, jo gjithmonë kundër këtij fjalimi keni qenë. Me dashje apo pa dashje, keni bo dom. Për bes keni bo dom. Po nëse shkojmë. Është synimi jonë të zaventësojmë një superfuqi tjetër. Neve na duhen të dyja. Edhe Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Por neve nuk na duhet një ndërmjetësim i tillë i janshëm, as pak neutral e korrekt, i cili shkon kundër marrëveshjes bazike, siç ka ndodhur me atë të emisarit Llajçakut. Gjithmonë Llajçaku e ka mbrojtur Serbinë. Gjithmonë Llajçaku e ka ulë Kosovën poshtë. E këto është që se ka toleru asnjëherë Albin Kurti. Opozita po. E këto është diferenca me juve edhe Albin Kurti. Ky llop e ka lëzën ato që është pro Kosovës. Unë e di që edhe jeni pro Kosovës, po çfarë keni kapacitet? To probleme. Çfarë keni kapacitet lo? Kur nuk keni kapacitet më shumë, shani pebile. Ngone bave vëlla. Bava po tin, që ka puqin lo. Sikur juve, për luft, se cilët. Ja i që ka puqin. Amo po flasën ta si politikana ma blok. Ja,
si politikana jeni zero për Albin Kurti. Kështu që më vjen shumë keq, po ç'është vjen sanet, ç'është po doken. Kështu që shkojmë edhe pak. 14 shtator, Do më thonë, një militant i zvërtetës. militant i zvërtetës, shkojnë. Nëse ambasada amerikane thotë që kjo tavolin këtu, kjo pjesa që është e bardhë, është e zezë, unë them jo. Ka shqiptar që thojnë po. Absolut. Por me Kjo është opozita jonë që thotë, a përsheni me së dashër, pse do të më thonë Amerikës jo? Se dhe Amerika se ka gjithmonë mirë. Absolut. A dini kush e ka gjithmonë mirë? Veç ai lumi Zot nalt. Amerika patë edhe spenë në dorë, pa e shepe burgu 2 herë. A përshë çfarë do me ka bo? Përshë do me thonë që ka Amerika çdo herë mirë. Amerika. Do që të bëna hongër. Për ditë televizor, na prishë Amerikën. Me vlopën ti kontra Amerikan. Kjo ma pro Amerikan se ju. Sepse pe demonstron, më falni. Me punë pe demonstron, me vepra pe demonstron. E ju është me fjallë. Me fjallë sa kur gjë bla blok. Opozit, me fjallë sa kur gjë, me vepra. Se vepra është ajo që qënë për para. Nëse ti runë sotmen, e kitë nesërmen. Nëse ti menon për të nesërmen, për rutë sotmen, ja, shumë gabim me keni. Së zbon, për me shku të ardhmen, do të me pas tashmen. Kështu që shkojnë amiq, edhe pak, 16% territori. Në fundit jam qërtuar unë. Non të ndryshuar. 9 stacione policore i kja. Që kjo është kur thoj që je prish me Amerikën, je prish me Amerikën. Ky votonim që tu në fund s'ka problem, por çka ka fituar Kosova, do shiqojmë. Në kufiri. Po, 37 rrugë ilegale kanë qenë, 29 veri kena mbyll krejt. Po, nuk ka më banka popullore e Serbisë, nuk është më posta dhe banka kursimore e Serbisë. Të gjitha komunat paralele i kemi mbyll. Po është zoti pozitëve një fjalë, kam një pyetje, më falni, fjalë. A keni mujt jemi kry këto veprime që ka kry kryeministri? Para 20 vjetë, a keni mujt me kry? Fort kisha pas që më të reguhe, komende, kush donë, me zorë sa është obligushëm, më të reguhe që a kanë mujt opozita me kry këto punë, pa prit Albin Kurti neq. E mos me arë Albin Kurti, sigur, do më dhënë sigur spot, me krye, me këto gabimet e tyne që i kanë bo. Shkojmë edhe pak. Nuk ka në veri të Kosovës kriminal të mëdhej më, 3 prej tyre janë burg Gërdëc, apo në 2 si shluhet në mënyrë të popularizuar për burgun e sigurisë lartë, ndërkaq shumica dërmuese e tyre kanë ikur në Serbi, 3 janë vrarë në Bajnës para më shumë se 2 viteve, pra ja ka vletur bora që ranë fort. Sovraniteti shtetëror, integriteti territorial janë zbatuar duke pasur piknisje sundimin e ligjit dhe organet e rendit e të inteligjencës tek ne kanë bërë një punë të shkëlqyeshme. Megjithatë, pra, fundit jam qërtuar unë. Po, dikush mund të mendojë që A pesheni miq, nuk ka lidhje se qërtohet. Kur bon mirë,